Shqiptarët mund të jenë një komb i vogël krahasuar me shtetet e tjera, por një fakt i pakundërshtueshëm është se shqiptarët në botë kanë bërë emër duke i dhënë botës, jo vetëm emra të fuqishëm në art, por edhe në zhvillime të tjera. Mjafton të përmendim Dua Lipën, Mira Muratin dhe Lisa është shumë më gjatë se kaq. Edhe pse gjua shqipe nuk është e lehtë për të mësuar nga shtetasit e huaj. Të gjithë e dinë mjaft mirë se si mund të komunikojnë kur kanë afër një shqiptar. Mjafton të shohim se sa shumë personazhe të njohur botror bëjnë shqiponjën për të treguar se shqiptarët, kudo që kanë shkuar, kanë marrë me vete dashurinë për atë dheun dhe historinë e tyre, për ta ndarë kudo që ato punojnë dhe jetojnë. Dhe ai që ka surprizuar së fundmi shqiptarët ka qenë kryetari i sapo zgjedhur i Bashkisë së New Yorkut. Me skuadrën e tij gjatë fushatës elektorale ka qenë edhe një shqiptar nga Dibra, i cili prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka qenë një nga motorët e fushatës elektorale të kryebashkiakut të New Yorkut. Kur çdo gjë kaloi prishmëritë e tyre dhe zëran u shpall kryebashkiaku i New Yorkut, ai ka shkrepur një foto me dritanin, duke bërë shqiponjën. Kjo sigurisht ka gëzuar komunitetin shqiptar, jo vetëm në Amerikë, por edhe me gjërë. Shqipëria është një komb i vogël, por me njerëz të mëdhenj. Shqiponja është e destinuar për të jetuar në lartësi dhe djem e vajzat të Shqipërisë do ta çojnë emrin e atë dheut ton të dashur lart e më lart.